Poshtëm Timço Mucunski tha se qeveria po kërkon zgjidhje për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Brenda një jave, policia ka kapur 70 dilerë të drogës në territorin e huaj. Në mesin e tyre ka dhe të huaj. Uji në Gostivar është ende me bakterie, thonë autoritetet, ndërsa partitë vazhdojnë përplasjet për ndotjen e ujit. Temperaturat pritet të kalojnë 40 gradë Celsius. Autoritetet paralajmërojnë për kujdes të shtuar. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takojmë në lajmet orës 15:55. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski tha se qeveria po punon për një zgjidhje të përhershme dhe të qëndrueshme që do të zhbllokojë rrugën europiane të vendit. Ai theksoi se hollësitë e bisedimeve nuk mund të publikohen sepse kjo mund të rrezikojë mundësinë që ato të përfundojnë mes pa sukses. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë zgjidhje me partnerët tanë europian, por jo një zgjidhje në çdo kusht. Kështu ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski për debllokimin e procesit eurointegrues. Në një intervistë për Mian ai tha se po punojnë për një zgjidhje afatgjate, mirë po theksoi se kjo qeveri nuk ka gatishmëri që të bëjë kompromis për çështje që lidhen me identitetin. Ние како земја кандидат Dallimi midis kësaj qeverie dhe qeverive të mëparshme është se ne nuk jemi të përgatitur të bëjmë kompromis, por çështjet që lidhen me identitetin, historinë, gjuhën dhe kulturën, dhe kjo është arsyeja pse shpesh flasim për zhvillimin e bisedimeve. Nuk duhet t'i ndajmë detajet e këtyre bisedave, sepse nëse fillojmë të ndajmë ato me publikun, ndjellim mos sukses. Duke u përgjigjur kritikave të opozitës, ministri Mucunski u shpreh se opozita fillimisht duhet të fillojë të jetojë në realitet, ndërsa realiteti është vetkënaqësia dhe mungesa e kapacitetit të saj për të parë pasojat e gjera të asaj që ndodhi në vitet 2021 dhe 2022, shtoi se na kanë quar në pozicionin në të cilin ndodhemi tani. Në pjesën e politikës së jashtme vlerësoj se kjo është fushë ku ata duhet të kërkojnë falje qytetarëve për të gjitha gabimet që bën gjatë asaj periudhe 7-vjeçare të qeverisjes dhe t'i japin mbështetje të pakurrësuar qeverisë në mënyrë që ajo të rifitojë pozicionet e vendit dhe të punojë për të krijuar një sistem ku më në fund do të kemi parashikueshmëri për gjatë rrugës europiane. Muajt e ardhshëm, theksoi Mucunski, do të ketë më shumë mundësi takimesh me zyrtarët bullgar dhe tha se mund të takohen në formate të ndryshme multilaterale. Kështu që u shpreh se padyshim që këto takime do të jenë proaktive. Më 30 shtator Komisioni Evropian do të dalë me raportin e ri për progresin e vendit në rrugën eurointegruese. Nuk ekziston vend në botë ku ministri i Punëve të Jashtme thot publikisht se po zhvillojnë bisedime për fatin e shtetit, por ato janë të fsheta. Kështu kritikoi LSDM-ja opozitare deklaratën e ministrit Timço Mucunski, i cili tha se nuk i zbulojnë bisedime që të mos ndjellin mos sukses. Si mund e ardhmja e Maqedonisë të jetë fshehtësi për qytetarët e saj, pyet LSDM. Ndërsa duke komentuar më tej intervistën e Mucunskit, e citoi atë ku thot se për dallim nga qeveria e kaluar ata nuk lëshojnë për çështje identitare, duke i kujtuar vëmëroz disa sekuenca. Kristian Miskoski e quajti marrëveshjen e Prespës një kryevepër të diplomacisë. Gordana Siljanovska-Davkova deklaroi se identiteti kombëtar, gjuha dhe kultura janë plotësisht mbrojtura dhe të absolvuara. I njëjti Timço Mucunski deklaroi se NATO është një gjë e madhe, jo vetëm për sigurinë e qytetarëve, por edhe për investitorët e huaj, të cilët i dëbuan dhe investimet ranë në 60%, pasi VMRO OKK mori pushtetin, reaguan nga partia opozitare. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se brenda një jave ka arrestuar 70 dilerë droge. Mes të arrestuarve ka dhe shtetas të huaj nga Belgjika, Turqia dhe Gjermania. Tek ata janë gjetur dhe konfiskuar lloje të ndryshme të drogave narkotike, përfshirë substanca pluhur me ngjyrë të bardhë, substanca pluhur me ngjyrë kafe, hashash dhe marihuanë.
Gjatë javës së kaluar nga 27 korriku deri më 2 gusht, zyrtar policor të Ministrisë së Punëve të Brendshme në të gjithë territorin e vendit kanë privuar nga liria dhe kanë ndaluar më shumë se 70 persona në ndyshimin se kanë kryer vepra penale dhe kundërvaqje që lidhen me tregtinë dhe posedimin e paligjshëm të lëndëve narkotike, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Gjatë aksioneve të ndërmarra, tek personat e ndaluar janë gjetur dhe konfiskuar lloje të ndryshme të drogave narkotike, përfshirë substanca pluhur me ngjyrë të bardhë, substanca pluhur me ngjyrë kafe, hashash dhe marijuan, si dhe pajisje për bluarje dhe sende të tjera të lidhura me përdorimin dhe shpërndarjen e drogës. Për disa prej personave, me urdhër të gjykatës kompetente, janë kryer edhe kontrolle në ambiente të caktuara, gjatë të cilave janë gjetur prova shtesë që lidhen me veprat penale. Në mesin e personave të ndaluar ka dhe shtetas të huaj, përkatësisht shtetas të Belgjikës, Turqisë dhe Gjermanisë. Nga policia bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plot të rasteve, ndaj personave të përfshirë do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale dhe kundërvajtëse. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se do të vazhdojë me aktivitetet intensive për luftimin e tregtisë së paligjshme të drogës dhe zbulimin e kryesve të veprave të tilla penale, me qëllim mbrojtjen e sigurisë së qytetarëve, rendit dhe qetësisë publike. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Stojan Qangelov tha se në ujin në Gostivar ka bakterie të cilat shkaktojnë infeksione të lëkurës, syve dhe veshëve. Ai sqaroi se këto bakterie kanë rezistencë të lartë ndaj shumë ilaçeve dhe antibiotikëve të zakonshëm. Uji në Gostivar ende nuk është i sigurt për pije dhe përdorim, pasi përmban një bakter që është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzve. Këtë e deklaroi sot Stojan Qangelov, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, në përgjigje të pyetjes se çfarë bakteri është gjetur në ujin e Gostivarit. Është konstatuar prania e Pseudomonas aeruginosa në ujin e pishëm. Këto bakterie bëjnë ujin mikrobiologjikisht të papërshtatshëm dhe të pasigurt për konsum, pasi janë të rrezikshëm për shëndetin, veçanërisht për njerëzit me imunitet të dobët. Ato shkaktojnë infeksione të lëkurës, syve dhe veshëve. Mund të shkaktojnë edhe infeksione të traktit urinar dhe të mushkërive të personat e ndjeshëm. Kanë rezistencë të lartë ndaj shumë ilaçeve dhe antibiotikave të zakonshëm. Ndërkohë, sot janë angazhuar 3 cisterna me ujë të pishëm dhe ujë teknik për nevojat e Gostivarit. Njëra është nga njësia territoriale e zjarfikësve në Gostivar, një nga Bektel dhe Enka dhe një nga Bogovina. Deri tani, ato ujë janë dërguar qytetarëve nga 2 herë secila, ndërsa planifikohet që deri në mbrëmje të dërgohen edhe 2 furnizime të tjera me nga 2 turne furnizimi. Shpërndarja po bëhet në koordinim të ngushtë me shtabin komunal për mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Gostivarit, shtoi Angelov. Pavarësisht se autoritetet shëndetësore vlerësojnë situatën me ndotjen e ujit në Gostivar si stabile, numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore ka shënuar sërish rritje në 24 orët të fundit, ndërsa uji ende mbetet i ndaluar për pije dhe për përgatitje të ushqimit. Situata ka nxitur përplasje të reja politike mes pushtetit dhe opozitës, me akuza dhe kundërakuza për menaxhimin e krizës. Numri i rasteve që kërkojnë ndihmë shëndetësore është rritur sërish. Ministria e Shëndetësisë thotë se situata është stabile, edhe pse kishte ditë që numri kishte rënë dukshëm, duke se pasojat e ujit të ndotur në Gostivar, qytetarët e asaj ane po i ndjejnë ende, pasi sipas të dhënave të ministrisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 84 kontrolle të reja. Gjatë 2 gushtit janë regjistruar gjithsej 84 kontrolle të para, që është për 27 më shumë krahasuar me ditën paraprake, kur ishin evidentuar 57 kontrolle. Pavarësisht rritjes ditore, numri i kontrolleve mbetet dukshëm më i ulët krahasuar me kulmin e 18 korrikut, kur u regjistruan gjithsej 649 kontrolle. Ndërkohë, LSDM vazhdoi të kritikojë pushtetin se ajo që po ndodh në Gostivar është skandaloze, ndërsa kritikoi edhe për deklaratat se ujë të pishëm do të kishte në fundjavën që lan pas, por që kjo nuk u realizua. Narodot se truje. Para 2 ditësh, Mickoski përsëri deklaroi se për herë të parë pas shumë vitesh, uji do të jetë bakteriologjikisht i sigurt. Në të njëjtën kohë, derisa ministri paralajmëronte ujë për pije, Mickoski tha se nuk mundet, sepse është paraqitur një bakterie e re. Kjo ndodh kur persona jo profesionist japin deklarata.
ndërsa vëmëroi përgjigjet se për dallim nga koha kur uji në Gostivar nuk kishte përpije dhe askush nuk jepte rekomandime dhe udhëzime për të mos e pirë, tani rekomandimet jepen sipas rezultateve dhe po zhvillohet procedurë për skandalin dhe ka përgjegjësi. Ndryshe nga kohrat e kaluara, kur në pushtet ishte LSD, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, pushteti lokal në duart e partnerëve të tyre BDI dhe Taravari, kur analizat e ujit në Gostivar treguan praninë e bakterieve dhe ujë të pishëm të pasigurt, nuk u gjet askush që t'ju jepte rekomandime qytetarëve që të mos e përdorin atë. Uji në Gostivar vazhdon të mbetet i përdorur vetëm për nevoja teknike, por jo edhe për pije dhe përgatitje të ushqimit. Obeziteti prek 15.4% të rriturve në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2022. Kjo përqindje është pak nën mesatarjen e Bashkimit Evropian prej 16.3%, por më e lartë se në Shqipëri dhe Serbi. Eurostat vlerëson se obeziteti po rritet në të gjithë Europën, kryesisht për shkak të mungesës së aktivitetit fizik dhe zakoneve jo të shëndetshme ushqimore. Obeziteti vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për shëndetin publik në Europë, ndërsa të dhënat më të fundit të Eurostat tregojnë se edhe Maqedonia e Veriut përballet me një nivel të konsiderueshëm të kësaj dukurie. Sipas statistikave për vitin 2022, 15.4% e qytetarëve mbi moshën 18 vjeç në Maqedoninë e Veriut klasifikohen si obez. Edhe pse kjo përqindje mbetet nën mesataren e Bashkimit Evropian prej 16.3%, ajo tregon se afërsisht 1 në çdo 6 të rritur përballet me obezitet. Në krahasim me vendet e rajonit, Maqedonia e Veriut ka një normë më të lartë se Shqipëria, 12.6%, Serbia 13.6% dhe Mali i Zi 7.8%, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina renditet pak më lart me 15.7%, edhe Greqia 12.8% dhe Rumania 12.9%. Raportojnë nivele më të ulta të obezitetit. Në nivel europian, Malta kryeson listën me 26.6% të popullsisë së rritur që klasifikohet si obez. Pas saj renditen Letonia 24.6%, Islanda 24.2%, Finlanda 23.2% dhe Irlanda 22.1%. Në anën tjetër të renditjes gjendet Italia me vetëm 7% dhe Mali i Zi me 7.8%. Vendet me normat më të ulta të obezitetit në kontinent. Mesatarja e Bashkimit Evropian është rritur nga 15.2% në vitin 2014 në 16.3%, duke reflektuar një prirje të vazhdueshme që lidhet me stilin modern të jetesës. Kur analizohen edhe personat mbi peshë, situata bëhet edhe më shqetësuese. Më shumë se gjysma e të rriturve në Bashkimin Evropian kanë peshë mbi normalen, duke rritur rrezikun për sëmundje kardiovaskulare, diabet të tipit 2 dhe probleme të tjera kronike. Ekspertët e shëndetit publik e lidhin këtë trend me mungesën e aktivitetit fizik dhe ndryshimet në zakonet ushqimore. Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin pritet të intensifikohet edhe më tej me temperatura që në ditët në vijim do të kalojnë 40 gradë Celsius. Për shkak të rreziku që paraqesin temperaturat e larta për shëndetin, Instituti i Shëndetit Publik u bën apel qytetarëve të respektojnë masat mbrojtëse, veçanërisht gjatë orëve kur rrezatimi diellor është më i fortë, ndërsa për grupet më të rrezikuara rekomandohet kujdes i shtuar. Me temperaturat që pritet të kalojnë në 40 gradë Celsius këto ditë, Instituti i Shëndetit Publik u bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin rekomandimet për mbrojtjen nga temperaturat e larta. ISHP këshillon të shmangni ekspozimin direkt në diell dhe aktivitetin fizik jashtë midis orës 11 dhe 17, kur rrezatimi diellor është më i fortë. Kur jeni jashtë, rekomandohet të vishni rroba të lehta dhe të ndritshme, një kapel me strehtë, gjerë dhe syze mbrojtëse. Nëse është e mundur, është mirë të qëndroni në dhoma me ajër të kondicionuar dhe nëse duhet të jeni jashtë, bëni pushime të shpeshta në hije. Qytetarëve u këshillohet të pinë rregullisht lëngje, veçanërisht ujë papritur derisa të ndiheni të etur.
ISHP paralajmëron që fëmijët të moshuarit ose kafshëve shtëpiake të mos lihen në automjetet të parkuara, pasi temperatura brenda tyre mund të arrijë nivele të rrezikshme në një kohë të shkurtër. Kujdesi veçantë rekomandohet për personat me sëmundje kronike, veçanërisht sëmundje kardiovaskulare, pulmonare dhe neurologjike. Ata duhet të marrin rregullisht terapinë e përshkruar dhe të konsultohen menjëherë me mjekun e tyre të kujdesit parësor në rast të ndonjë ndryshimi në gjendjen e tyre shëndetësore. Mbi 17.000 persona kanë lënë Maqedoninë e Veriut gjatë 24 orëve të fundit përmes pikave kufitare Bogorodis dhe Dojran në drejtim të Greqisë. Në të njëjtën periudhë, në vend kanë hyrë rreth 16.000 udhëtar sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Rritja e fluksit të automjeteve ka shkaktuar kolona të gjata në të dyja pikat kufitare. Më i madh ka qenë ngarkimi në pikën kufitare Dojran, ku rrata e automjeteve është shtrirë përgjatë zonës Star Dojranit, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në pikën kufitare Bogorodis kanë hyrë në Maqedoninë e Veriut 5.864 shtetas Maqedonas, ndërsa kanë dalë 5.948. Gjatë të njëjtës periudhë në vend kanë hyrë 10.249 shtetas të huaj, ndërsa 11.648 persona kanë dalë jashtë territorit të vendit. Në pikën kufitare Dojran janë regjistruar 399 hyrje dhe 1.104 dalje të shtetasve tanë. Ndërkohë, nga shtetasit e huaj, 1.295 persona kanë hyrë në vend, ndërsa 1.174 kanë dalë. Kryeministri në detyr i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ka vullnet e gatishmëri për një marrëveshje me LDK-n për krijimin e institucioneve të reja, ndërsa seanca konstituive e kuvendit është caktuar për më 6 kusht. Vetëvendosje doli e para me 53 mandate, ndërsa LDK-ja ka 18. Pika më e ndjeshme mbetet zgjedhja e presidentit brenda afatit kushtetues që në rast dështimi çon në një raund të ri zgjedhjesh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ekziston interes, vullnet e gatishmëri për të arritur një marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës, që do të mundësonte krijimin e institucioneve pas muajsh bllokimi. Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është caktuar për më 6 gusht. Irani njoftoi sot se nuk është i angazhuar në negociata me SBA-n dhe se po punon me Omanin për të krijuar një rrugë të përkohshme në ngushticën e Hormuzit për të siguruar lundrim të sigurt përmes rrugës ujore strategjike. Transmeton Anadolu. Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme tha se bisedimet e Teheranit me Muskatin kanë për qëllim krijimin e një rruge të përkohshme detare përmes rrugës ujore strategjike. Diskutimet tona aktuale me Omanin janë përqendruar në sigurimin e kalimit të sigurt të anijeve në ngushticën e Hormuzit, tha ai. Ai hodhi poshtë raportet për negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit, duke thënë se ne nuk po zhvillojmë negociata me SBA-n. Të dielën, presidenti amerikan Donald Trump tha se bisedimet me Iranin do të fillojnë të hënën pasdite, duke shprehur optimizëm se së shpejti mund të arrihet një marrëveshje për ngushticën e Hormuzit dhe denuklearizimin e Iranit. Ai tha se situata në ngushticën e Hormuzit nuk do të ndryshojë përsa kohë që SBA-ja vazhdon aktet e saj të agresionit dhe blokadën e saj. Turqia deklaroi se të dielën në mbrëmje se sulmet e fundit të Izraelit në Gaza konfirmojnë edhe një herë se qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nuk është e interesuar për arritjen e paqes me palestinezët. Transmeton Anadolu. Qëllimi i vetëm i Netanyahut është dëbimi i palestinezëve nga dheu i tyre dhe pengimi i përpjekjeve për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Turqisë të publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Sipas ministrisë, Netanyahu po vazhdon të ndërmarrë veprime që sënojnë ekuilibrin e prisht në rajon dhe dëmtojnë përpjekjet ndërmjetësuese të udhëhequra nga disa vende, në veçanti nga Shtetet e Bashkuara.
Komuniteti ndërkombëtar duhet të mbajë një qëndrim më të vendosur, më të qëndrueshëm dhe më të fuqishëm ndaj politikave ekspansioniste dhe militariste të Netanyahut, të cilat synojnë ta zhysin të gjithë lindjen e mesme në konflikt, theksohet në deklaratë. Ministria e Jashtme e Turqisë u bëri thirrje të gjitha vendeve që mbështesin paqen dhe prosperitetin në Palestinë dhe në rajon që të veprojnë me përgjegjësi të përbashkët, duke mbrojtur ligjin ndërkombëtar dhe vlerat humanitare. Duhet bërë më shumë për të forcuar kufijtë e Bashkimit Evropian në pikat kritike, i ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez në një letër të parë nga agjencia Reuters. Në letrën e datës 3 gusht ajo ka përsëritur gjithashtu mbështetjen e BE-s për të ndihmuar Spanjën në përballimin e imigracionit të palishëm, duke theksuar njëkohësisht se nevojiteshin veprime të mëtejshme. Letra pason dyndjen masive të emigrantëve javën e kaluar, të cilët kaluan me forcë kufirin maroken për të hyrë në enklavën spanjolle në Afrikën e Veriut. Si pasojë kanë humbur jetën të paktën 67 persona. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.